20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymëzim. Rikthehemi në studio mbas hapësirës së parë muzikore për t'u përshëndetur me të ftuarën për sot, Lilo. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Në fakt, për gjithë ata që na ndoqën, unë bëra një prezantim të përgjithshëm të asaj që ne do të flasim sot, por edhe ato specializimet e veçanta që ti ke realizuar për gjatë viteve si konsulente e laktimit, prandaj sot do të flasim më tepër për gjithënien, për eksperiencën tënde, pse jo, si një nën me 5 fëmijë, por edhe për gjithçka që ti ke ofruar, për ndihmat e ndryshme, udhëzimet, këshillat për nënat, gratë me të cilat ke qenë në kontakt të vazhdueshëm për gjatë këtyre viteve. Së pari, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, cila është historia jote me gjithënien në aspektin personal, por pse jo dhe në atë profesional? Pse je kaq e apasionuar pas kësaj fushë, çfarë të ka nxitur për të studiuar edhe për të vazhduar për të kërkuar më tepër? Po, kur isha vajzë, njerëz japin gjë për se dia rëndësinë e kësaj kaq shumë se sa kur ishim shtazan me fëmijën e parë, siç thua, kam 5 fëmijë, edhe po bëja hetime, si të mësoja si të bashkëpunoja me trupin tim në lindje, çfarë pas lindjes, si është sistemi brenda spitalit, çfarë janë mundësi më natyrale, më të thjeshta, si çmoti kur lindnim me mamin në përfshatra, edhe po lexoja, edhe u futa në këtë rrymë, si të thuash, që të besojmë trupin ton si që Zoti ka krijuar, që të mbaj fëmijën gjatë shtazanisë, që të lind fëmijën edhe të vazhdoj të mbaj fëmijën me gjithanjen. Pastaj, edhe kur isha në këto disa klase që e bëra bashkë me bashkëshortin në Alaskë, në fakt, nga e kam prindrit kur e bëm lindjen e parë, thash, këto janë aq të dobishme për Shqipërinë. Mirë që jam e angazhuar me shërbesin e fëmijëve, të familjeve, për kjo është një trajnim që mund të jetë shumë e dobishme për familje. E të mendosh që vite më parë nuk ka pasur kaq shumë informacion. Por edhe në ditën e sotme, domethënë shikojmë që infermierit dhe mamit japin çmos pacientëve. E kanë zemrat aq të mirë për të shërbyer pacientëve, shumic prej tyre. Por edhe një klasë që do bëjnë në të ushqyerjen e fëmijës, ndoshta nuk e mbulon të gjitha çështjet që dalin. Pastaj, edhe këto 40 vjet të fundit, konsultimi i laktimit është një deg mjekësie ndërkombëtar, që është një profil, një certifikat, siç them, për të gjithë kombet. Ne të gjithë botërisht e bëjmë të njëjtën provim, kemi të njëjtën certifikate dhe kualifikime, edhe siç them është të kohëve të fundit, prandaj gjithmonë jemi duke studiuar këto hetime të fundit, që të ndihmojmë që të përkrahim gratë në kontekstin tim, gratë të Shqipërisë, edhe si vullnetare me Mami Care në Tiranë, por edhe gojë më gojë këtu në jug, shtëpi me shtëpi. Edhe pse jo, edhe përmes një programi radiofonik për të dhënë më tepër informacion. Çfarë është gjithënia dhe pse konsiderohet mënyra më e mirë e ushqyerjes për foshnjën? Është një ndër pyetjet e para që kam në këtë moment. Po, se të gjithë thonë, po s'ka si gjiri nanës, dhe gjiri është më i mirë, po më i mirë në krahasim me se. Edhe mund të them që le të kthehemi si Zoti na ka krijuar trupin që ta mbajmë dhe të ushqejmë fëmijën kur është brenda, edhe ta ushqejmë fëmijën plotësisht, sepse ka një thënie tjetër që thotë për çdo rac, çdo kafshë ka një lloj çumshi e nanës së saj kafshë. Prandaj çumshi i nanës së njeriu jepet fëmijës, nuk t'i japim të lopës ose të gjëra të tjera kur kemi tonën, sepse edhe Zoti ka krijuar çumshin e nanës jo vetëm si ushqim, por edhe për zhvillim mendor dhe fizike, edhe si ilaç, si mbrojtje, ka shumë antibakter ose antimyk ose antitrup fare, domethënë dikush të shtin në dhomë, edhe mami e merr e fryn, edhe brenda orës si them, çumshi i saj ka ndryshuar për të dhënë mbrojtjen fëmijës së saj, që prap ishte pranë dhe ai i thithi në hundën e tij gjithashtu, domethënë çumshi i nanës është si mrekullueshëm, edhe nuk skadohet. Domethënë nuk është vetëm për 6 muaj ose një vit ose
çumshti vazhdon të zhvillohet për të shërbyer zhvillimin e asaj fëmie edhe 1 vit e gjysmë, edhe 2 vjet. Po sepse ndonjëherë të paktën Po. nga bisedat e ndryshme që qarkullojnë apo nga ajo që ne dëgjojmë në përditshmëri, në raste të tilla thonë që të paktën muajt e parë është shumë i rëndësishëm dhe pastaj nuk ka më të njëjtin vlerë. A qëndron kjo? Ashtë e rëndësishme muajt e parë. Ashtë shumë e rëndësishme. Edhe po aq e rëndësishme dhe më vonë dhe mund të flasim për si të shtojmë ushqime, se njeri do të ha edhe gjëra praktike. Por edhe gjithdhënie edhe është marrëdhënie, është mjet pune, është një mënyrë e lidhjes midis mamit dhe foshnjës, që krijon një botë për fëmijën që thotë bota është e sigurt. Mami është këtu. Unë mund të zhvillohem sepse jam e sigurt. Në qoftë se një kafshë është lënë në fush edhe fillon, ku jam mund të vi një grab i qarë, nuk është i sigurt. Dhe nëse fëmia di që ka mamin pranë dhe ushqehet, edhe mami e ndihet e fuqizuar që të plotësoj të gjitha nevojat e fëmijës. Prandaj është më shumë se sa vetëm ushqim. Është e vërtetë. Kjo marrëdhënie, po. Ne sot do të flasim për pika të ndryshme të gjithë këtij procesi, prandaj le të marrim gjërat me radhë për të sqaruar gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe për të mos dhënë diçka që ndoshta edhe nuk duhet. Flitet për rëndësinë e 1000 minutave, më korrigjon nëse jam gabim, të para të foshnjës. Më thuaj pak më tepër pse duhet fokusohemi në këtë periudhë. Si ndodhe gjithë kjo lidhje me gjithënjen, por dhe me zhvillimin e foshnjës në kohë mafat gjatë. Çfarë janë këto 1000 minuta? Është interesante, jam duke lexuar dhe dëgjuar për këta, sidomos këto vitet e fundit, është një gjë që ka dalë në paçë, është shumë e rëndësishme që fëmijët të lindë, dhe siç e bëjmë në Shqipëri, vendosim mamas në gjoks në atë moment, për se sa të heqim dhe të bëjmë procedurat, mamaja e mban, edhe e quajnë ore e artë, që në qoftë se fëmija pi nga gjiri ato 60 ose deri në 120 orë të parë, ka një lloj lidhje edhe neurologjike që e bën një stampim në mendjen e fëmijës që prap ky është vendi im, edhe një stampim edhe mamit, të them të drejtën, që mamaja të filloj të prodhoj dhe koloshtër fillon edhe të gjitha ato, domethënë është një lloj momenti i rëndësishme që shikojmë rezultatet më vonë. Mund të marr një telefonat nga një zonjë që ajo është 2 muaj pas lindjes dhe thotë Geli, sikur nuk e kam shumë çumshin siç mendova, siç kisha më përpara. Edhe me hetime të lehta, sepse s'ka fare çfarë ndodhte në lindjen e saj, e mbajmë lidhjet, edhe këto janë të studiuar, kur fëmijët ndahet nga mami, nuk pi gjirin me një herë brenda asaj orës së artë, ka ndikime më vonë në sasin që nuk duket në ditët e spitalit, në qoftë se ndërhyjmë me shumë formulat ose glukos ose gjëra të tjera që kemi si procedura, në fakt po ndërhyjmë në një gjë biologjike edhe neurologjike të saj fëmije. Plus një pjesë e këtyre 1000 minutave kur bebi është në nana, ata e disa i gjallësh truri i fëmijës, që po i bëjnë lidhjet si drit, domethënë po i bëjnë lidhjet neurologjike për zhvillim, edhe stabilizohen në frymarrjen, edhe në temperaturën, edhe në rrahjet e zemrës kur janë në shtëpi. Prandaj këto minutave të parë, kur është një moment që edhe jepet koloshtër, që është që tjetër, domethënë nuk është shumë, është po doja të dalesha pak edhe te kjo pjesë. Po, në lidhje me kulloshtrin. Po, është ndryshe kulloshtër, edhe është shumë i çmuar. Edhe ndonjëherë është ngjyrë arit, dhe thonë ari i langshëm. Domethënë është siç them, është plot me proteinë dhe antitrup. Nuk është ushqim me ndyrat edhe karbohidratet edhe të tilla për të ushqyer fëmijën, për rritjen, është më shumë për kalimin nga bota e brendshme në botën e jashtme, kur ka shumë gjëra të tjera. Edhe domethënë e japim si takon fëmijës. Edhe ndonjëherë fëmija është në gjendje, rrethanet e lindjes janë që mami dhe bebi mund të linden me një herë, ndonjëherë e nxjerrim dhe vendosim në një lugë si bebi, parku i bebit kur lindesh, atë i vockël, është atë sa një qeshi ditë e parë, 57 ml çdo herë që pi. Por pastaj ka ciklin e gjumit që është njërshe, flej njërë në mamin, zgjohet. E ka në aromet e kuzhinës, si të thuash, ato aromet të langut amniotik,
janë të njëjtën aromat që janë në areolën, në pjesë me ngjyrë. Edhe bebi zgjohet dhe thotë, "Oh, mami po gatuan diçka të mirë për mua." Edhe lidhet, edhe është një bashkëpunim midis gjumit dhe shqirit, edhe sa që edhe aromave. Po, sa që zbrasin gjitë me atë kolloshtrën, rimbushen më shumë edhe vjen qumshti tjetër sepse fëmija ka kaluar. Kolloshtra është një gjë që e bën që fëmijët të dalë jashtë, se ka nevojë të dalë jashtë të ziftin e parë që kanë me koniomin, edhe pastrohet trupi siç ka nevojë. Ja, kolloshtra është një gjë e nevojshme. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak edhe do të ndalemi sepse di që ato nëna vajza që janë duke më ndjekur në këto momente, qoftë edhe duke qenë në këtë fazë në jetën e tyre, në këtë proces kaq të rëndësishëm, kanë edhe atë dilemën e sasisë. Ndoshta është edhe një ndër temat më të diskutuara. Bebi nuk ngope, duhet t'i japim ushqim shtesë edhe të tjera si këto. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, pse jo, për dhënë më tepër përgjigje për gjithë ato që janë duke na ndjekur edhe në kuadër të temës që jemi duke trajtuar, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore. Vjen kënga Unë do t'u lavde, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi vetëm pas pak me Gail në studio. Unë do t'u lavde nga Çimi dhe Nisa është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus, edhe pse unë kam kaluar procesin e gjithëndjes me vajzat e mia, kam sërish kaq shumë pyetje dhe
Më duken mjaft interesante dhe termat e rinj që tashmë janë duke u përdorur, nuk e di se sa në Shqipëri, por përtej Shqipërisë edhe nga ato që ti ke studiuar patjetër janë shumë të rëndësishme dhe përdoren. Prandaj do të flasim për një term që patjetër Gelma ke sugjeruar për ta ngritur si pyetje, përkujdesje nën kangur, cilat janë zanafillat e gjithë këtij procesi dhe cilat janë ndoshta përfitimet kur realizohet, si më trego pak më tepër. Po. Përkujdesin nën kangur, lavdi Zotit, është një gjë që edhe praktikojmë në Shqipëri, por që të zhvillojmë të zbatojmë edhe më shumë, po, është një gjë shumë e vlefshme. Në thjeshtësi, le të them që në vitet 1970-at në Kolombia, në fakt, ishte një spital dhe shikonin që nuk kemi mjaft inkubator, po merremi me fëmijët që po lindnin para kohe, edhe si ta bëjmë, edhe vendosnin i hiqnin të gjitha rrobat e fëmijëve veç babylinës, çorapeve edhe një kapele. Edhe e vendosnin në gjoksin e nanës. Babalarët edhe mund të bëjnë përkujdesin nën kangur, do flasim për këta. Por në gjoksin e nanës, sidomos, edhe se siç ishte bebja brenda saj, një trup, kur lind fëmijë, prap janë një trup. Edhe të kemi këtë si koncept i madh, që mami bebe shkojnë në bashkë, nuk ndahen. Ato 1.000 minuta nuk ndahen. Trupi i mamit është trupi i bebit. Edhe kur bebja është këtu, e kanë bërë studimit që gjumi që e ban fëmijën është një gjumë që e rrit fëmijën. Domethënë, është një truri shumë i aktiv, edhe një gjumë që, siç them, lejon fëmijën të zhvillohet. Nëse e mbështjellim fëmijën, siç edhe e veshim në ato body edhe pijama, Kaq shumë. Po na pëlqen edhe vendosim në djep, bebja thot ku jam, edhe fut një lloj gjumë që është nga kortizoli, nuk është nga oksitocina. Oksitocina është hormoni i dashurisë që na lidh ne. Edhe thot babit, jam i sigurt, edhe thot mami, prodho qumshin, lëshoj qumshin më shumë për të thënë. Edhe po, e kanë bërë studimet në bebi kur është në djep, kur ishte në inkubator. Edhe bebi si të them, se shtanget edhe kuput një gjumë të thellë edhe nuk zgjohet, sepse nuk është bota e sigurt. Kurse kur bebja është në kontakt lëkur me lëkur, zgjohet në kohën e duhur, është më lehtë që ta pishtirin në qoftë se kemi probleme me lidhjen, me kapjen, me prodhimin e sasisë së qumshtit të nanës. Është një nga protokollet që i zbatojmë, që mami do punoj me kapjen, po do punoj me sasinë dhe mbrojtjen e sasisë, ndërsa nëse na duhet që të japim shtesë fëmijës. Por një pjesë e saj çdo ditë është kohë në lëkur me lëkur. Them dhe babalarët mund të hyjnë në këta, sepse ne që jetojmë në një mikrobiom, si të thuash, këmbejmë mikrobat brenda familjes, jemi pjesë e asaj skene, që do të thotë, kur bebja është ngrohtë edhe në babin, edhe i ndan këto mikroba që janë në ajër, që prap dalin në qumshtin e mamit për mbrojtjen e foshnjës. Babalarët e kanë më të lehtë që ta bajnë lart edhe të këndojnë foshnjës. Ja, kam një. Po, për gjithë ata që ndoshta na shohin përmes videos. Nëse shikojnë, edhe nëse babi e mban në gryk kështu, edhe këndon, edhe dridhet, laringa, edhe bebi qetësohet, edhe kënaqet. Bebi është gati për të marrë xhirin edhe më shumë radhës tjetër, edhe babi e kalon mamit. Tani si bëhet ditët e parë të javës, është mirë që të mos është leverdi, është lehtësi, që të mos e veshim me badi, sepse ato janë të vështira për të hequr pastaj. Bebi vogël. Një foshnjë të voçkël, ka lezet në sy edhe ne jemi mësuar, por kur bëhet fjalë tek lëkur me lëkur ose për kujdesin nën kangur, e heqim rrobat e bebit krejt, edhe i zhveshim bebin, edhe e vendosim prandaj krejt, nuk po e bëj tani, por edhe e vendosim, ja, do ta bëj. Edhe kratë lartë, me kokën e kthyer, me pak e kthyer nga mbrapa që frymarrja e bebit të jetë hapur, se qafe që është e shkurtër. Edhe ne rehatomi, e bajmë ata që do bajmë, edhe fëmija fle këto. Edhe nëse është freskët në dhomë, ose ka qarkullime dhe kështu, edhe nëna e bebe mbulohen nga jashtë, edhe janë prap një trup. Temperatura e bebit stabilizohet aty, frymarrjet e saj. Mos shqetësohemi nga ato ftohjet që ne jemi mësuar të dëgjojmë. Bebja është më ngrohtë dhe më i sigurt në mami se sa, siç them, në neonatal, në inkubator. Edhe këto nuk janë
gjëra nga mendja e njeriut janë lavdi Zotit kanë bërë Janë studime studime. dhe na tregojnë që është vendi i duhur e babit. Edhe siç them, sidomos kur kemi pak probleme me gjithëdhënie, është një mjet pune për ne. Shpjesë e protokollit, sikur se ti e Po, prezantove po, dhe po, duhet po. zbatuar. Po. Më erdhi në mendje një tjetër term kur përmendej që babi mund t'i këndoj bebit edhe ato zhurmat të tingujt e qetësojnë. Por për zhurmat e bardha, çfarë mund të themi? Po, brenda barkut të nanës, zhurmat e bardha kishte gjithë kohën. Mund të flasim pak për e qarjen e bebit, për të qarjen. Se në qoftë se një bebi qan, për të treguar që ka oreks, është një shenjë shumë e vonshme. Mund të hyjmë në atë temë. Nuk e bën në ditët e para të lindjes. Po, le të mos shkojmë në atë drejtim. Le të themi që kemi një fëmijë 3 vjeçë, thotë mami, pak ujë të lutem, po zemër urdhëro. Por sikur nuk e çajm kokën, edhe nuk e kthejmë, edhe nuk e dëgjojmë, edhe nuk e vëmë veshin. Fëmija fillon të turbohet. Po. Edhe pastaj do ta çortojmë fëmijën për pasi jo, sa o ma të lutem. Bebi ka shenjat e tij që e nxjerr gjuhën, e lëpin duar, e heq duart nga lidhja siç i lidhim edhe e bën na tregon me butësi dhe kapën fëmijën në atë moment se mendjen e ka të kthjellit që të lidh mirë, nëse lam një fëmijë të çaj kur ka oreks, mendjen është në urgjencë tashmë, drita të kuqe, senjalet që nuk e mbledh dot mendjen për të organizuar thithjen, goditjen, frymarrjen, gjuhën, Gjitha këto gjitha ato procese. gjëra që duhen. Por, për të ngushëlluar një bebi që çan, sepse është një realitet që një bebi që ishte aq në siguri brenda barkut tani është në botë. Ka zhurma, ka drita, ka stimulim, ka nuhatje, ka aroma, domethënë që nuk i dallojmë ne. Por bebja çdo gjashtë e re, prandaj ka shumë stimulim. Prandaj shpeshher vjen mbas dite për në darkë dhe bebja është bërë sopë nga dita dhe thot o ma më mbaj më thua që dita ka mbaruar, që jam e sigurt në ty, edhe duan atë ngrohtësi, ja, lëkur me lëkur. Nuk është punë që nuk u ngop bebi, mami mund të di që bebja po ka mjaft bebelina, mund të flasim për këto shenja të lubjes, por bebi po ngopet, domethënë. Por akoma më qanë, që të bëj? Edhe lëkur me lëkur, është një nga to, dritet e bardhë, ose thjesht ta mbash bebin. Po, Një zhurmë e vazhdueshme, televizor, prap le të futemi në mendjen e bebit. Edhe si ishte në bark, në lëvizje gjithë kohën, prandaj ta lëkundesh e bëjmë natyrshme. Këto për vërtet ndihmojnë që ta lëkundin bebin, që të gjezdisim, të ecim në dhamë, ta lidhim, ishte ngushtë në bark. Po, këtë një tjetër pyetje, Po. këshillohet që bebi të lidhet apo ndoshta kjo metoda që të paktën në vendin tonë është përhapur gjithmonë edhe tepër, ti lëm kështu më të lirshëm edhe pa ato lidhjet. Unë do thëshe si me punën e zhurmës së bardhë, duke parë, duke bërë. Është një gjë që mund të jetë ndihmë, sepse siç them bebi ishte ngusht në bark, edhe i ndihet i sigurt kur i lidhim krahët. Nëse bebi është kështu që ta sjellim trupin e tij në mes, domethënë prandaj krahët janë brenda, duart prekin, një tjetrin këmbët janë kështu në një vi, sikur e organizon vetë trurin e fëmijës. Prandaj lidhja vetë në vetvete nuk është keq. Le të jetë pak mjaft e lirë që fëmia ti nxjerr duart, që ti lëpi si një shenjë neve. Një sinjal që është i uritur. Që i pjet, po. Po diçka tjetër që përmendë lëkundjen, patjetër është shumë e mirë pozitive për bebin. Ato tundjet e forta që ndoshta gabimisht ose jo nënat mund t'i bëjnë. Çfarë mund të themi për këtë proces? Tundja në një djep kështu ose Po, mbarova u sosë gjurimin e shkollës. Jo, se ajo është gjë tjetër. Jo, nuk e shkoj ndërmend këtë proces, por ato tundjet në djep, në krevat, ndoshta ndonjëherë shumë më të forta. Edhe mund të mësohet si një lidhje gjumi në fëmijë dhe prap ka të bëjë me stil prindërimit, a funksionon për ta si mami bebe, edhe është një ritëm i mirë që e vën në gjumë duke i lëkundër në rregull. Nëse diçka nuk është e prishur, nuk do ta rregullojmë. Por nëse mami lodhet duke qëndruar pranë që bebi nuk flet pa e lëkundër, domethënë është stil prindërimit që mund të hyjmë në bisede. Po. A është mjet pune ose po na shkatron pak ritmin e jetës siç e kemi tani. Funksiononte më përpara, tani nuk funksionon. Domethënë
ato lloj gjëra mund të fliten, nuk janë. E kuptoj. Do të flasim për problemet në gjithëdhënie. Cilat janë disa nga problemet kryesore dhe nga ana tjetër si mund t'i shmangim ato? Shumë e rëndësishme kjo pjesë. Duam t'i shmangim. Po. Unë do thoshe që 90% e problemeve që kemi kanë të bëjnë me kapjen. Kapjen kryesisht edhe ndërhyrjet të panevojshme. Prandaj ndoshta ndalojmë në të parën edhe pastaj shkojmë në të dytën. Kapja është shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë me mirëqenien e nanës, që ajo ka dhimbje ose s'ka dhimbje, mishi i saj është në rregull ose ka gjakderdhje ose dëmtim, domethënë probleme çarje. Por është transferimi i qumshtit te foshnja. Prandaj si e kap është gjë kryesore. Për të mbajtur fëmijën shpeshherë e mbajmë në bryll si zakon, siç na kanë mbajtur, siç na kanë mësuar. Nuk është keq nëse funksionon. Prap jemi tek gjëra praktike. Por ka tendencë që koka e bebit atëherë të përkulet para, edhe siç po thoshnim edhe në përkullesin nën kangur. Qafesha që shkurtër, në qoftë se përkulet para, nofulli është e kufizuar. Edhe nofulli është e rëndësishëm në gjithë të proces. Në qëshirin. Prandaj në qoftë se e bajmë të kundërtën, e mbështesim, e marrim fëmijën dhe mbështesim nga koka e fëmijës edhe punojmë gjirin me dorën e lirë. Ne kemi në kontroll pastaj si është kandi i nofullit të bebit për tek gjiri. Se jemi më të interesuar që mjekra prap ku janë ato reflekset e bebit. Në qoftë se e ledaton bebin në mjekrën, në buzë, e kthejnë, nëse e ledaton këtu e kthejnë kokën, ato janë shenjat gjithashtu të oreksit dhe e kapin fëmijën në atë moment. Por jemi të interesuar për nofullin edhe të shkoj, si të bëj në këtë anë. Le të themi që gjithë është areola çorape që kam, por e vendosim mjekrën e bebit poshtë, që do thotë thithkën është drejt hundës, nuk e futim në gojë. Se nëse e fusim thombin direkt në gojë, ka tendencë që do të kap mua aty, edhe gruaja do bëhet copë, edhe bebi nuk e shtyp ato damart, si të thuash. Të bëj thithjen e plot. Po, nuk e nxjerr gjatë shumështin siç duhet. Prandaj do fillojmë shumë poshtë me thithkën tek hunda në gjuhën popullore, edhe e kthejmë kokën e bebit. Prandaj e kthejmë kokën e bebit. Po le të themi që gruaja ishte me operacion edhe nuk e ndihet mirë me peshën e bebit në bark. S'ka problem, mund ta kthejmë të njëjtën pozitë për anash dhe vendosim ca jastak këtu anash, e marrim bebin, e mbështesim peshën e bebit, mami e shikon çfarë po ndodh, edhe prap ajo ka kontrollin e kokës, që të filloj me mjekrën edhe të shkoj nga e lartë. Mbase një mash që është e dobishme për ne është të mendosh për një mollë të madhe, që do të marrim një kafshite të madhe. Edhe do fillojmë nga poshtë dhe do të rrotullojmë mollën për në gojë. Jo direkt. Ose një hamburger që është plot edhe do ta shtrëngojmë një çik gjirin, edhe e kthejmë çik nga anash. Prandaj të njëjtën gjë, nuk duam që bebi të hyrë, domethënë. Duam që kandi dhe goja së bebit të jetë shumë e gjerë. 140 gradë, domethënë që kur e shikon bebin nuk do të ketë të ngrisur, të mbledhur buzët, por do ketë të gjerë, edhe buzët jashtë, që ideja është që thumbit të shkojnë në çelëzën e butë të bebit, më fal, që ka mbrapa gojës. Në qoftë se thumbi qëndron në çelëzën e fortë mbrapa dhëmbëve, se mund të ndjesh vetë në çelëzën tënde. Ka fërkim edhe ndaj plagoset gruaja. Por në qoftë se thumbi shkon deri në fund, edhe bebi ka shumë gjinë në gojë, edhe çdo thithje e nxjerr qumshtin, edhe nuk bëhet të dëm nanës. Prandaj gjithanja është një proces si ligj, si rregull, duhet të themi, duhet të jetë pa dhimbje. Lindje mund të ketë dhimbje, gjithanje nuk duhet të ketë. Do thotë është një shenjë që ka një problem, edhe mund ta heqim bebin. Më kapi keq, ashtu bën gruaja, edhe nuk ikën brenda pak sekondave, vendosim gishtin e vogël aty, e prishim atë thithjen,
edhe heqim edhe fillojmë procesin nga fillimi. Provojmë më prap. Në qoftë se bebi, le të themi që ishte një problem edhe bebi ashte acaruar. Po. Hajde ta qetësojmë bebin këtu edhe pastaj të vëmë që të mos jetë edhe një vend i keq në mendjen e fëmijës. Mos e vëmë në momentin që ai është duke qarë edhe duke qenë i acaruar, sepse ndodh raste të tilla janë të shumta. Po. Kur ne tentojmë që edhe në ato momente t'i japim me idenë që kështu do të qetësohet. Po, por në fakt edhe në anën në aspektin biologjik, po. Gjuha është lart kur çan, duhet të jetë poshtë kur pi. Prandaj nuk mund të realizohet. Edhe pastaj, po. Por ndryrjet e tjera me cilat ti i përmendem? Po shpeshherë, siç them me një dëshirë të mirë për të shërbyer fëmijës dhe familjes në fillim, mbase është një fëmijë që lind pak me peshë të madhe ose me operacion edhe e shikojnë që nuk ka me njëherë një lëshim të kolloshtrës ose diçka. Edhe në ditët e spitalit, ndonjëherë duam të fillojmë të japim formula. Ose le të themi që është një nanë në shtëpi dhe bebi po çan dhe thotë fillon të dishon veten, ndoshta nuk ka mjaft. Edhe ndoshta nuk di si të shikoj situatën në gjithënjen që të kuptoj apo ngopet, se është një pyetje e rëndësishme, duam që fëmijët të ushehet. Që edhe ne si nëna në ato momente e kemi shumë herë këtë pikpyetje në mendje. Edhe kur ai pik prap themi se di. A ka mjaft? Po. Prandaj le të flasim pak për këtë. Por tek shtesa ndonjëherë shkon mendja e mamit, mirë do të jap një shtesë. Shko blim një formular se më duhet. Edhe filloj me biberon, filloj me shtesë. Tani, le të mendojmë, në qoftë se trupi është vetmja gjatë që ushqen e furnizon bebin, trupi do ta furnizojë atëre, sepse është si në ekonomi, nëse aq kërkohet, aq do jepet, nëse më pak kërkohet, më pak do prodhohet. Në qoftë se ka një burim tjetër nga formulaja ose gjatë tjetër, ka një senjal trurit që thotë mos prodhohet kaq shpejt, se nuk ka nevojë. Se nuk po si me bosh atiset. Po, se ka një hormon që e flet, një protein që e flet të trurit. Edhe fillojmë shikojmë edhe më shumë pak si me qumshtit, do thotë edhe më shumë rritin e formulas. Por edhe në këto të paret që zvendëson kolloshtrën. Por kollostra ishte e foshnjës, ishte për mbrojtjen e qoftë se fillojmë me ndonjë merak. Jo të them që janë raste që duhet të japim shtesë, por pastaj janë radha e shtesave gjithashtu. Çfarë shtesë do japësh fëmijës? Nëse fillojmë me një shtesë të huaj, në kuptim që është jashtë trupit të saj, nga fillimi e kemi bërë sabotazh kolloshtrës ose qumshtit të saj, edhe është një proces. Jo pa e shpengueshme, por duhet mundim edhe përkushtim që në qoftë se këshilli jepet në fillim ti ke mjaft, do ta vendosim bebin shpesh edhe plotësisht me një kapje të thellë, me vigilencë që të shikojmë apo gëlltitet bebi, a duhet të kalojmë në anën tjetër, mund të bëjmë shtrëngime, një gjatë që të nxjerrë më shumë qumësht, bebi është kapër këtu, por mund të mbash të shtrenguar gjirin, është si punë e markuqit, që rrjedh ujë, por po e vendose gishtin para, ka presion, edhe të njëjtën gjë bebi fillon reatohet, edhe nuk thithat shumë, edhe janë thithjet shumë të lehtë, le të themi, si flutur. Edhe mirë, mami e shtrengon gjirin, edhe rrjedh përsëri edhe përmendet bebi, edhe kujton punën që ka këtu. Nuk është punë që bebi është dembel ose e keq, nuk ka etiketia. Përdorim këto. Por le të mos, bebi është rehat, edhe ne do bashkëpunojmë. Bebi po mëson, mami po mëson. Do bashkëpunojmë që bebi të ushqehet të mirë. Por në rastet të paktën thuhet që kur nëna është e shqetësuar, është në tension, qumshti prodhohet më pak. Nuk e di sipas të dhënave, sipas studimeve. Ose thonë hidrohet ndonjëherë. Ose kjo. Tani, kur mami është në dhimbje, është e tensionuar, është e stresuar, është ato gjëra, nuk lëshohet qumshti aq lehtë, se nuk prodhohet qumshti se është hormon tjetër, por nuk lëshohet në momentin e duhur. Edhe kjo ka të bëjmë prap me oksitocinin, që është e dashurisë. Nëse ajo është e stresuar, ajo nuk e bën dot, trupi e saj nuk e bën dot atë lëshimin e qumshtit. Prandaj të bashkëpunojmë që gret mos ketë dhimbje, edhe të jetë rahat, edhe ndonjëherë nëse ka shumë miq pas lindjes në shtëpi, ai të shkaput në famën tjetër, edhe të ketë kohë në saj, edhe të rehatot me jastake të ndryshme, edhe të mbajë. Ose unë do jem pak e prerë këtu miqtë në ato momente,
Po. Duhet të largohen me idenë që nëna një ka nevojë prioritet në fillim. ka nevojë për të qetësuar vetë edhe për të pasur atë kohë me bebin. Po. Sidomos nëse do bëjmë këtë prokurën Po. e lëkurë me lëkurë, Po. tani prapë edhe mund të mbullohet edhe kështu, por këto janë stresa të vogla, edhe rëndësi është kjo lidhje edhe themelimin e gjithënjes në fillim. Ne do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me pyetjet e mbetura. Është një temë shumë e gjerë, mund të sjellim patjetër shumë të dhëna nga studimet, nga provat shkencore dhe gjithçka që janë realizuar ndër vite për sa i përket procesit të gjithënies, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur këngën U ndërzohem, kënduar nga Gloria Nore. Gjithçka dorëzoj, këtu më gjen, ndërsa ti pranë më vjen, dëshpruar për ty, dëshpruar për ty, unë dorëzohem. Shpirtin tim derdhu me hir më shir, kam etje uri, kam etje uri, me krahë të shtrir, lutjen më dëgjon ti, më fol tani Zot, më fol tani Zot, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, tek unë, si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, tek unë, dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh. Unë dorëzohem është kënga që në rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Gi Lilo. Jemi duke folur për gjitha ato sfidat, momente të bukura, përjetimet e një procesi shumë të rëndësishëm.
mbas lindjes së bebit, sikurse është gjithëdhënia. Do të vazhdojmë të flasim për një ndër sfidat më të mëdha që kanë nënat për sa i përket sasisë të ulët të qumshtit. Çfarë mund të themi më tepër në lidhje me këtë temë? Po, është e rëndësishme edhe duket në shoqërinë tonë shumë përleshën me këtë gjë, edhe ka fillimet edhe në ditët e parë, që në qoftë se kemi më shumë njohuri për si të trajtojmë ditët e parë, shikojmë që kemi më shumë. Po flisnim pak për kjo punë e ndërhyrjes edhe në ditët e parë, para rënies së qumshtit, në ditët e kolloshës, nëse japim një diçka. Janë raste që bebi vërtet ka nevojë për shtesë, sepse lidhja që po bën bebi dhe mamin në gjoks, nuk shikojmë mjaft transferim, që të shikojmë bebilinët të mjaftshëm edhe shenjat e ngopjes së fëmijës. Edhe është për të qëndruar vigjilente. Por pastaj ka të bëjmë me çfarë lloji ndërhyrje do bëjmë që të trajtojmë situatën afatgjat të nanës, që ta mbrojmë sasinë e saj, edhe të trajtojmë fëmijën, që të fëmija të ushqehet, patjetër. Është shumë e rëndësishme. Po, prandaj në radhë të parë do fillojmë prapë me trupin e nanës, se sa më zbrasur janë gjithë, sa më shpejt do rimbushen, edhe në ditët e kolloshës. Që do të thotë, në qoftë se kemi shenjat konkrete që bebi nuk po ngopet, do marrim prapë është ditë e parë, barku e ka sa një lajthi ose një qeshi, edhe do marrim një lugë, edhe do të nxjerrim qumshtin në lugë dhe do t'i japim bebit, ose është ditë e tretë, le të themi, por qumshti po vonohet, ndoshta pas një operimit, ose janë çështje të lindjes që qumshti mund të vonohet, mund të fillojë të vijë në ditën e 2 por 3 dhe në 5 themi zakonisht, duke qenë vigjilente gjatë kësaj kohe çfarë po ndodh në skenën e gjarë të fëmijës, të peshës së fëmijës, edhe të sistemi të bebilinëve, në atë qynë brenda do dal jashtë, është një shenjë e mirë për ne nëse s'kemi ndonjë ndërhyrje të reme, do me një burim tjetër. Prandaj, do nxjerrim më shumë nga nana do japim fëmijës. Le të themi është dita e tretë, tani barku i fëmijës ka shkuar tek një arra, 15 ml. Do bëjmë shumë dëm në qoftë se i japim 20, 25, një burim tjetër, sepse ato 15 që i takon fëmijës, një ngelen brenda, edhe 2 shtriqet barku i fëmijës, edhe ka ato dhimbje. Plus çfarë po japim, që është një bazë ndoshta jo të njerëzit, por të qumshtin lope, të ndyrave vegetale, të gjërave që ndoshta trupi i fëmijës nuk është gati për të tretur. Prandaj kur shkon tek shtesa edhe ndërhyrjet, do fillojmë me nanën vetë, që i shërben trupit e saj. Pastaj, ndoshta do shkojmë te një nanë tjetër, që ka themeluar sasinë e mirë të qumshtit, edhe para dite ajo ka më shumë sasi se sa mbas dite. Disa ndiqet kjo, nuk vetë personalisht nuk është se kam hasur shumë raste. Duhet shoqe me shoqe në këtë brez, siç e kemi kulturën tonë. Megjithatë në vendet më si të them natyrale ose miqësore, kam parë dhe zbatuar në raste më mjekësore, si të thuash, që një po çalon, një është e themeluar, japim bebit tjetrës vetëm për atë vaft, nuk e bën dëm nanës, sepse sa më zbrasur, sa më shumë qumshtin do ketë ajo vetë. Para ditë e them tipikisht ajo ka një sasi pak të më të madhe. Por te bebi si do ndikojë kjo? Por në qoftë se jemi me sëmundjet të keqe, do me thënë indikohet, por si njeri që është me shëndet normale, nuk jemi me sida ose... E kam fjallë në aspektin... Mendërisht të bebit. Po. Por nuk ka nevoj me dojmos që të lidhet me nanën e bebit. Nana e nxjerr qumshtin e saj, edhe jep nanës në qeshtje. Po, e kuptoj. Edhe prap atëre, le të themi, flasim për si do të ushqejmë bebin me këtë qumshtin. Tani, një gotë, për shembull, është më e pastër, më e lehtë, edhe nuk sjell konfuzim ose preferim në mendjen e bebit. Ka një lloj përdorimin e noflit dhe gjuhës tek gjithë dhënie, edhe një tjetër mënyrë e ushqyrjes tek bibironi. Edhe bibironi është shumë herë më i lehtë. Edhe thjesht rrjedh, edhe ndonjëherë ne futim bebit, hajde, mbaroj biberonin, edhe nuk shikojmë shenjat. Kurse në gjithë dhënien është bashkëpunim. Kur bebi nuk do. Kur bebi u ngop e lëshon. Edhe është një bashkëpunim që bebi është në kontroll. Kur e japim me gotë, bebja mund të jetë në kontroll, edhe e japim, e mbështesim,
kokën e bebit edhe e bajmë siç do banim me thumbin e xhirit, do ta lehtëtojmë gojen e bebit edhe ta mbajmë të kthyer edhe ai e nxjerr gjuhën si një kotele edhe pi pak nga pak. Pra zakonisht po flasim për ato ditët e parë që duam të hym parë se është themeluar gjithanin tamam. Por gota filxhan kafeje, rakia është pak më holl, është pak më lehtë për ne, thjesht e mblidhet mua aty në atë për të shtrydher, është bisedë ose ndoshta nuk e di sa këshillohet përdorimi i pompave të ndryshme. Një pompë elektrik që është me një markë të mirë mund të hyjë në punë. Një pompë dore zakonisht krijon më shumë dëm se sa nxjerr. Duart janë të ngrohtë prej mishi, stimulohemi edhe bajnë punën, sidomos në ditët e kolloshtrës. Më vonë nëse gruaja ka nevojë të nxjerrë çumshtin, ndoshta një pompë elektrik. Nëse kemi nevojë të punojmë të rrisim sasin, një pompë elektrik na hyn në punë. Por si shtesë në fillim mund ta bëjmë për një lëshim të pakët. Le të flasim për sasi edhe lëshim. Janë dy hormonë të ndryshme. Prandaj pas një operimit ne e dim nga vëzhgimet që mund të vonohet ardhjen e çumshtit, ajo është dokumentuar. Por sasi e kolloshtrës edhe ardhja pik, kur do të qoftë, është pjesë e procesit të lindjes, është gjatë mund të vonohet me disa ditë, por ndodh që të mos kemi asnjë moment qumësht. Në qoftë se gruaja ka një problem tjetër në anën e hormoneve të saj, tiroides ose të kistave ose një diçka tjetër që është e çrregut në trupin e saj, ndikohet te hormonet e çumshtit. Por ndryshe edhe kur një nana është e ndarë nga bebi në lindje, mund të ketë një fatkeqësi të tillë, do vi çumshti e saj. Në ato raste që nuk më erdhi çumshtin fare, ka një diçka tjetër që po ndodh, do të thotë, se është pjesë e procesit. Patjetër. Kur janë në lidhje me ngopjen e bebit, kur janë rastet kur ne duhet të shqetësohemi edhe ndoshta të ndërmarrim diçka tjetër, një hap tjetër, sepse në fundit është shumë e rëndësishme që bebi të ushqehet. Patjetër, ja, është qëllimi. Po ndoshta fillojmë me çfarë janë ato shenjat të ngopjes. Në qoftë se kam bebin me kapin të thellë, gojen e gjerë, unë shikoj ndoshta një 3, 4, 5 të shpejtë edhe një zgjerje dëgjohet golltitja edhe di që ka qenë. E themi, nuk shikon orën, shikon bebin. E shikojmë sjelljen, jemi të vëmendshme. Shikojmë sjelljen e bebit. Okay. Ishte këtu, e dhash për të goksitur, e dhash në anën tjetër, sikur nuk ngopet akoma, nuk është rehat. Nëse një bebi është i ngopur, do ngrejë krahun edhe kaputet. Nëse ai më reziston një çike, por nuk është mjaft, mund të vendos prap në xhirin e parë, për shembull, sepse ka një lëshim tjetër. Stimulimi sjell një lëshim. Mund ta heqë rrobat e bebit ta ushqej në lëkurë me lëkurë, sepse prap stimulon bebin që të pi më aktivisht. Ajo metoda që ne thamë edhe më parë. Po, prandaj mund të kalosh. Bebi do jetë relax, po bebi do të lëshoj xhirin vet, kur është e ngopur. Shikon edhe në ballin e saj në sytë e tij. Është i qetë. Është i qetësuar. Edhe është i kënaqur për momentin. Tani në qoftë se fëmia kërkon, edhe po flasim për këto ditët e parë. Nëse kërkon brenda orës, nuk është shenjë e keqe. Nuk po shikojmë orën, se prap siç ishte cikli i xhumit, një orë gjumë, një vakt tjetër. Unë të paktën kam dëgjuar dhe kam takuar nëna që kanë parë orën, duhet shkoj ora kaq dhe pastaj ta rikthej bebin në procesin e gjithënies. Kur fëmia është 9 muaj edhe ti po jeton lehtë edhe kështu edhe di që fëmia po ngopet e po zhvillohet kështu. Po, është më lehtë të identifikohesh. Sipas orës, hajde kur të arrijmë në shtëpi, jo tani. Domethënë, të tilla mund të bash. Këtë rast mund ta kontrollojmë lehtësisht, por kur është në Kur është foshnjë shikojmë bebin, kur i japim. Edhe ne nuk kam me orar, apo jo? Pse të themi bebit jo në orën 8 dhe pastaj jo deri në orën 11. Pastaj në orën 2, po jashtë një gjysmë nuk ka vetë orë. Po janë edhe këto idetë që shikon mësohet me orar është më mirë me atë rutinën. Të gjitha këto i them patjetër edhe nga ato që unë dëgjoj rreth e përqarke dhe opinione që njerëzit kanë apo këshilla që ndoshta duke
me dëshirën e mirë për të ndihmuar një nën të re, por që mund ta dëmtojmë me ato informacionet e gabuara që ne japim. Po, pjesë e trurit të fëmijës që e rregullon ditë e natë dhe këto ritmet e gjumit dhe sëngranit e kështu, nuk zhvillohet deri në 6 javë, 40 ditë. Prandaj lërja të pjesë kur është foshnjë fare, kur ka të bëjë me a do mësohet keq, por me se do mësohet që bota ime është e sigurt, mami do plotsoj çdo nevojë që kam, unë kam liri të rritem, sepse e di që çdo nevojë që kam plotsohet. Prandaj, që të përgjigjem fëmijës kur fillon, kështu edhe vetëm foshnjë e nxjerr gjuhën edhe e marrim me një herë, e kemi bërë një shërbim fëmijës. Edhe kemi bërë një shërbim gjithë kombit, sepse fëmija po rritet shëndoshe mirë edhe në anën psikologjike. Prandaj, ne po mësojmë shumë mirë fëmijës, në qatë se japim shpesh. Në fakt, ne e prekëm pak më sipër lindjen cezariana apo me operacion dhe vitet e fundit lindjet të tilla janë ndoshta të shpeshta, të shumta. Prandaj duhet të ndalem te kjo pikë, si duhet të veprojë një grua me proces lindjeje me operacion në mënyrë që të ketë sukses në gjithëdhënie. Po. Ne shikojmë që është një dukuri që po emulon kombin, edhe është për të hetuar. Me ndeshmëri them këta, sepse trupi i gruas është krijuar që të lindë. Prandaj ku janë ato gjëra që kemi edhe para lindjes për kujdesin që e bajmë në ditën e lindjes me gjithë atë procesin. Sa më shumë të di ajo si të bashkëpunoj me trupin e saj, ndonjëherë shmangim këtë me pozitën e bebit, edhe këto sa më shumë të vazhdojmë të mësojmë si të kemi bebin në një pozitë optimale që të dalë lehtë dhe natyrshme se ngecin disa proceset e lindjes dhe kështu. Mirë, situata është që kemi goxha operime, edhe disa që nuk lindin vetë pas operimeve në këtë stinë në Shqipëri në vite gjara, do të shikojmë edhe më shumë i bje. Por të them të drejtën, gjithë dhënie pastaj duhet të zbatoj të njëjtën gjë, por me më shumë vigjilencë, sepse fëmia ka edhe më shumë nevojë për lëkur, edhe për shkak të mbrojtjes, por edhe lidhjen me trupin e nanës që të bjerë qumshtin sa më shpejt. Në qoftë se duhet të punoj me kapjen si çdo grua, s'ka rëndësi, por ndoshta pozita, siç po thoshja ndryshe, një pozitë biologjike, siç e thon, gruaja është e mbështetur shumë mbrapa edhe e mban bebin, por edhe të them të drejtën gjiri është orë, edhe mund të pishë 9 me 3, mund të pish 7 me, domethënë si është ajo një ditë dhe si të jetë e kalon bebin që të mbrojmë plagën edhe të ketë një lidhje të mirë. Kur flasim për shpeshtësi, nuk e lëm bebin në gjumë ditë as natë, më shumë se 3 orë, thonë 8 deri në 12 herë është normale. Por kur ka ndërhyrjet si një operim, anësohemi, siç them, më vigjilente. Prandaj 10 deri në 12 herë. Ditë e parë që të dimë që bebi po ngopet dhe pa ndonjë ndërhyrje dhe shtesë nga jashtë, duhet të ketë një bebelin të ndotër edhe një bebelin të lagur për 24 orë të parë, duke ushqyer bebin gjithë kohën, domethënë me hapësira, por gjithë kohën. Dita e dytë duam të shikojmë 2 me 2, dita e tretë 3 me 3, duke pritur që qumshi do vi. Por le të themi është një rast që qumshi nuk erdhi në ditën e tretë, po shkon dita e katërt, po shkon dita e pestë, edhe bebi po tregon shenja që nuk po del mjaftueshëm në bebelina. Ndoshta bebelinat janë pak roz, që do thotë është një shenjë e lehtë dehidratim, po. Të kemi kujdes, do thotë duhet të ndërhyjmë. Bebi me mami bashkëpunimin e tyre siç është për momentin, prandaj do bëjmë më shumë lëkur, do bëjmë një nxjerrje në lugë dhe japim bebit, mund të hyjmë tek ajo biseda që ka një burim tjetër para se të shkojmë në formular. Por nuk ndërhyjmë derisa bebi ka rënë më shumë se 10% të peshës së lindjes, që ne shikojmë që bebi nuk po rritet, nuk po del jashtë, bebi nuk po qetësohet rregullisht siç janë këto. Le të shikojmë edhe skenën jashtë operimit me çdo grua. Nëse gruaja ka shumë dhimbje, është një moment për të shqetësuar.
edhe dhimbjet lehtësot, ndoshta ajo ka qarje, edhe kështu, në qoftë se bebi nuk zgjohet vetë, ndoshta ka zënë ik deri keq, edhe është një cikël tjetër që është më i përgjumër, edhe nuk pi aq aktiv, edhe do thot nuk del jashtë aq shumë, duhet të ndryshim. Po prap, do nxjerrim çumshtin e nanës. Nëse le të themi që është një me një sasi të ulët, edhe dim këtë tashmë, bebi është 6 javë ose çfarë të themi, edhe nana shikon që nuk kam, ose në ditën e 10, le të themi. Edhe do fillon një regjimen që të gënjejmë trupin, si të thuash, që ka binjak për pak ditë. Bebi vet që ka prioritet, edhe do ushet sa herë që bebia tregon që ka nevojë. Për pas vaktit, bebi mbas e merr shtesë, edhe do flasim me atë situatën, kush është burimi atëre. Por nëse gruaja vet nuk ka mjaft, do thot ka një binjak, e vendosim pompë elektrik. Atëre edhe stimulohet dy fish, një nga bebja, edhe një nga pompë elektrik. Edhe nga pompa e shikojmë orën. E shikojmë orën, nuk të shikojmë bebin në të lem gjysmore. Pompa 10 minuta, se është efikace, ka stimuluar, edhe e bëjmë atë 8 herë në ditë, sigurisht e një fosh një tjetër. Pa i momenti që bebin gjatë procesit pirjes e zë gjumi, ne mbajmë aty derisa ai rizgjohet dhe kthehet të pi sërish. Edhe lodhet mami se po e mban. Gjatë. Le të jemi vigjilente. E shikojmë a është aktiv, ka filluar të rehatot, do bëjmë pak shtrengime. Okej, nuk e zgjohet më, do ta heqim. Do të peshojmë situatën, a e pam shumë gëlltitje, a e fifi shumë, a ishte duke na gënjur, ishte vetëm ngushëlluar aty, të më çfarë po ndodhte. Edhe mamaja të dalloj si ishte situata, ndërsa e heq edhe e va prap. Zakonisht javë e parë ose 2 javë të parë sa të themelohet mirë, sasin e çumshtit e themi një gjë po, tjetrën e ofrojmë. Bebi e di nëse e do të 2 gjitë, por i ofrojmë gjithmonë. E ofrojmë gjirin e dytë. Prandaj zgjoj bebin ndoshta varet të koksitet, ndoshta zhvishe. Edhe kjo është një ndër problemet me stadion që një anë është më preferuar për bebin dhe një anë jo, pastaj kemi probleme dhe shqetësime. Domethënë, edhe anën e gruas mund të mos kenë të njëjtën formë, anën e bebit siç ishte brenda mitres si doli në jetë mund të ketë pak dhimbje qafe ose koke, të them të drejtën, edhe ndonjëherë bebat sapo lindrat e preferojnë. Por prap, le të themi që e preferon këtë anë që të jetë poshtë. Mirë, në të majtën time kam kështu, do të mbaj bebin të njëjtën pozitë, edhe do të kap kështu në të djatën. Ose të kundërtën. S'kam nevojë të kthej bebin se nëse e preferon këtë anë. Ndonjëherë bebat janë lindur me ca komplikacione shëndetësore për veten e tyre, ndoshta e kanë tonalitet të ulët të muskujve. Edhe nuk e kapin dot, e lëshojnë në gojë. Prandaj ka disa mënyra siç do ta mbajmë bebin që ta mbështesim noflin, ndërsa pin mund të bëjmë këto lloj ndërhyrjet që të kenë më të lehtë. Edhe me gjithçka që je duke ndarë në ditën e sotme, nuk e di, në mendimet e mia vjen fjala instinkti nënës, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht rregullave, mënyrës, secila prej nesh në momentin që bëhet nën ka atë instinktin e nënës dhe e di shumë mirë për mënyrën se si fëmia pi, momentin kur ai ngopet, kur ka nevojë për të fjetur, për të ndruar edhe gjitha këto procese të cilat janë shumë të rëndësishme. Po, mund të dalloj ajo. Edhe mund të jemi konfuz. E mbaj mend shumë mirë edhe nga në fëmijën e parë. Kishin një sasi të mirë çumshtin, edhe akoma siç thua vet, po pyesja veten, a vall po më ngopet? A kam më mjaft? Do të më çumshti. Dunjaja edhe lindjen e parë. Po, kemi merak. Prandaj kemi instinkt, por edhe është mirë që të kalojmë tek fakte gjithashtu. Unë e di që bebi më piu mirë, ka pasur plot babylinë sot. Ajo zgjohet vetë për të pirë, ajo pi aktivisht. Më çantani për një arsye tjetër. Unë do ta mbaj, do të eci, do t'i këndoj, edhe ato. Por po. Edhe gjitha këto patjetër, jam e sigurt që shoqërojnë çdo nën, sidomos në lindjen e parë edhe në eksperiencën e parë me fëmijën, dhe më pas ne duket sikur bëhemi më të trajnuara me lindjet e tjera edhe jemi më gati
edhe më pak mos kokçar se kundrejt këtyre kemi me të gjërave vërtetë, të po. vogla. Do të shkëputemi shumë shkurtimisht për të ndjekur një tjetër këngë dhe rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me pjesën e fundit të bisedës në studio. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na rikthen në studion e programit Music Plus për të folur për atë lidhjen, dashurinë e veçantë që ka nëna me foshnjën e saj dhe për një proces shumë unik sikurse është ai gjithënjes. Por ndoshta për gjithë ato gra, nëna të reja që janë duke më ndjekur në këto momente, për arsye nga më të ndryshmet nuk e kanë realizuar këtë proces dhe i kanë ofruar ushqim bebit me biberon. Çfarë do të thoje për këto nëna? Po. Cili është një mesazh që ke për to? Çdo gjatë quhet, edhe gjithanja është një pjesë e mamësisë, që një nanë që jep po atë dashuri, edhe po atë përkujdesin, edhe po atë ngushtësi me një burim tjetër, prapë është një nanë që kujdeset për nevojat e fëmijës së saj, që përgjigjet nevojave të fëmijës Se së shumë saj. nëna, për shembull, unë kam takuar ndjen fajën, thon kam atë fajin që nuk kam arritur dot ta ushqej bebin tim me gjim. Po, edhe here mbi secilën, domethënë që janë shumë rrethanet që sjellin ata tek vendimi do bëj shtesë, do jap gji edhe do bëj shtesë, ose nuk ka mundësi të jap gji edhe do jap vetëm me çumshën e bler ose një burim tjetër. Si që them, nuk është dështim, edhe këto ndjenjat të fajit ose të dëshpërimit ose konfuz ose zhgënjimit janë reale. Por edhe Zoti e mbulon ato, sepse si që them, si ushqem fëmin është pjesë e tablos së gjarë.
ndërsa I rrisim foshnjat edhe I kujdesemi për to. Edhe çdo goditje quhet në atë kuptim. Le të themi që një nanë e dha vaktin e parë, por lavdi Zotit që e dha vaktin e parë. Ato goditje që bëri fëmijën ishin I laçin e duhur në momentin e duhur edhe atë lloj përkujdesi që kishte atëherë mami vazhdon. Edhe siç u shehet jashtë trupit të saj. Tani prandaj çdo gjë quhet. Edhe gjithë dhënia është një mjet e mirë prindërimit, edhe është një mjet e mirë zhvillimit që Zoti na ka dhënë. Por I shikojmë tablon e gjerë. Brenda kësaj, atëre, biseda nuk është përfundimtare, që okay, nuk funksionoi për ty, e heqim vizë. Por ndonjëherë hym në bisedë, çfarë janë qëllimet e asaj nane? Edhe a mund të jetë e kënaqur me kombinime, a dëshiron ajo të provoj të rikthejmë sasinë e çumshit. Se edhe po është e tharë krejt edhe ka hequr fëmijën nga xhiri, në fakt edhe mund të kthehet. Sa përkushtim ka mundësi të jap, ka fëmijë të tjera është në punë. Domethënë flasim në bisedë që të arrim një konkluzion që është e mirë dhe e pranueshme për çdo nanë. Dhe gjithashtu, e di shumë mirë që një tjetër proces shumë delikat I gjithë dhënjes është momenti kur ne vendosim që ta largojmë fëmijën, pra ta ndërpresim këtë proces. E di që është shumë I ndjeshëm për shumë nëna, edhe nga eksperienca ime, por edhe me nëna të tjera me të cilat kam bashkë biseduar, thonë kam të vështirë, nuk mundem, edhe në aspektin emocional, që ta realizoj këtë, ta finalizoj gjithë këtë proces. Prandaj, çfarë mund të themi për këtë etapë tjetër të gjithë dhënies, sikurse është ndërprerja e gjithë procesit, edhe si mund ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme për ne, patjetër, por mbi gjitha për bebin, për fëmijën, sepse mund të jetë shumë I rritur. Po. Në radhë të parë ndoshta do them që çumshi nuk skadohet. Në lashtësi e kanë mbajtur fëmijët në gjihë shumë më gjatë se sa mbajmë ne në kulturën tonë në ditën e sotme. Thonë që është e nevojshme për 6 muaj që të mos prezantosh asnjë gjë tjetër, as ujë, as kamomil, as këto gjëra që themi që ndihmon. Domethënë çumshi ka të gjitha përparësit të mundshme, të nevojshme për 6 muaj. Pastaj mund të shtojmë, edhe ai është fillimi në fakt i procesit të heqjes, se kemi shtuar një burim tjetër. Prandaj mirë japim karrota edhe kungull që të japim. Po, tjetër procesi shtimit të ushqimit. Por nuk do të 6 muaj deri në 12 muaj, nuk do të pakësojmë sasinë e çumshit që japim. Edhe kur shtojmë për shembull. Edhe thjesht shtuam ushqimet, por nuk e hoqëm sasinë. Nëse një mama mund të realizojë atë. Pas vitit është një bisedë që është mirë që të vazhdosh procesin me shumë ushqimet të forta, të ngurta, edhe mund të filloj të pakësohet gjithë dhënia. Sipas çiftit, sipas mamit të bebit. Sepse siç e kemi folur, edhe është një mjet pune për ngushëllim, për gjumë, për qetësi. Le të themi që një bebe 20 muaj e ka hundë të zanë edhe është me grip, edhe nuk do të ha ushqimet edhe ka nazë edhe kështu. Të paktën e ke ruajtur një vakt të plot që I jep. Edhe prapë ndoshta një pjesë e kësaj bisede është që nuk ka të bëjë me të gjithë ose asgjë. Mund të jetë në spektrum, një mamë mund të jap fëmijës së saj gjatë ditës ushqim. Edhe gjatë natës gjë. Një tjetër pyetje. Një tjetër pyetje, sepse shumë nëna përpiqen në një moment kur fëmia ka arritur disa muaj të ndërpresin atë gjithënien për gjatë natës. Po. Nuk e di çfarë mund të thoje për këtë. Po prap 6 muaj të parë, bebi është në zhvillim fare, edhe është mirë që të përgjigjemi bebit, prap që të mos e trajnoj me bebin. Ne themi që ai thjesht ka një zakon, edhe ne përpiqemi ta ndryshojmë këtë zakon, të cilin nuk e quajmë si një zakon të mirë. Po. Për një zakon 4 muaj është ndryshe nga një zakon e kam fjalën muaj. Prandaj kur është një fëmijë në moshë që edhe ju po mësoni si familje, ne po mësojmë fëmijën kufi të ndryshme në jetë. Mos e preket ta është xhix, më kupton? E kalojmë rri me mamin, kapim më dorën edhe fillojmë të rrisim fëmijën, foshin edhe një vit të gjysmë si të jetë. Ka mundësi që të përdorish të njëjtin tonalitet karshi gjithënjes. Që çumshi është në gjumë tani, jo, nuk do të pim tani, ose do presim të pim gjirin sa të jemi në shtëpi. Edhe flasim me fëmijën që është më i madh.
por e baj me brenda kushteve që edhe fëmijët të jetë ngushëlluar. Prandaj, për shembull, kur heqim fëmijën natën, themi, ai ngopet mjaft gjatë ditës, nuk ka nevojë në anën e të kalorive që të ha gjatë natës, që të pi gjatë natës, edhe ne të gjithë duam gjumë të pa ndërprerë. Mundet që fillimi të këtij procesi është një tjetër në shtëpi, që kur fëmijët zgjohet nga zakoni, bravo, të pi, mami vetë nuk përgjigjet. Gjë thot nana ose burri ose diçka, dikush tjetër nuk e ka atë lidhjen në mendjen e foshnjës. Edhe brenda pak ditëve, foshnja nuk zgjohet më në atë orë, sepse mami nuk përgjigjet. Nuk ja ushqen të zakon. Po pra, fëmija ishte ngushëlluar, nuk ishte lënë për të qarë në krevat, pa reaguar, por nuk e plotsojmë atë kërkesë në atë orë, edhe mësohet fëmija, ka një kufi, babi do më vi, unë s'dua babin mes natën, në rregull do fleqëm. Do fle. Po në anën tjetër, kur bëhet fjalë për tek fundi i heqjes së xhirit. Për shembull, unë si nanë, vakti në orën 5 të mëngjesit është vakti më i vyer për mua, sepse e va fëmijën në gjumë përsëri, edhe pastaj unë mund të vazhdoj me mëngjesin, edhe e blej vetën, nuk dua fëmijën në 4:30 gati për ditën. Prandaj këto gjëra janë prap në anën e prindërimit që një prindër mund të vendos. Por për të hequr fëmijën krejt nga xhiri, me një herë duke lënë vjerës, ose duke shkuar në fshat, ose duke lirë me një gënjeshtër, këtu një saç djegse ose një diçka, nuk rekomandohet se prap është një lidhje e ngushtë midis tyre, nuk është vetëm ushqim. Edhe për trupin e nanës të them të drejtën, sepse tani ajo ka një teprit çumshit që nuk po del. Prandaj thon avash. Çfarë është një vakt që fëmia mund të shpërqendrohet më lehtë. Hiqe atë vakt në fillim, edhe dil jashtë për shëtitje, jepi një diçka për të ngrënë, shpërqendrohet ndryshe, iku vakti. Pas 3 ditësh hiq një tjetër. Prandaj duhet, nëse duhet të mendosh pas 3 muajsh unë dua të kem hequr nga xhiri, do fillosh 3 muaj më përpara. Po për shembull, minutazhi është drejt fundit edhe ne nuk kemi shumë kohë, por edhe diçka tjetër në këtë aspekt, në këtë proces. Thuhet, nuk e di sa qëndron në të vërtetë, që në ditët e nxehta ose kur temperaturat janë të larta nuk këshillohet të ndodhë ky proces. Unë do pyesja pse, edhe që të mendojmë për arsyet time. A qëndron? Ka klima më të ndryshme në botë, apo jo, mund të them. Prandaj në anën mjekësore edhe në dimër, edhe në verë, domethënë xhiri do prodhoj fëmijë tani. Do jetë në sikletë nga vapa, është e vështirë që ta heqësh, është e vështirë që të japësh gjatë verës kur këto janë. Ne e dim që jemi shumë vapë, edhe këto edhe mund të heqësh kur të kesh nevojë ta heqësh, edhe mund të mbash, por gradualisht është fjala. Gradualisht, që mos jetë trauma as për bebin, as për mamin, edhe gradualisht që të kemi hyrë me zvendësimet, ushqimet, do me thënë që fëmija të vazhdoj të ushqehet, patjetër. Dhe diçka të fundit, ndoshta gjatë gjithë bisedës ti ke dhënë këshilla, informacione shumë të rëndësishme për gjitha nënat që janë në këtë proces ose që ndoshta do të përballen në të ardhmen patjetër me gjithënien. Çfarë mesazhi të fundit ke për gjithë që janë duke na ndjekur? Ndoshta edhe për baballarët. Po të qenjet prind është një përgjegjësi edhe një dhuratë, siç e dim, gjithë dhënie është pjesë e kësaj, sepse Zoti e ka bërë që të jetë pjesë e kësaj. Kur çalon, siç e kemi thënë, është mirë që të hyjmë dhe bashkëpunojmë për të mirën e nanës dhe fëmijës, që ajo të jetë e fuqizuar, që të shërbejë fëmijës. Një thënie e mirë është që Zoti është shpengues, që do thotë si do që të jetë shtegëtimi një nane me foshnjën e saj, edhe ka shpengim. Se bëre atë, se dije, bëri kështu, shumë mirë, ecim para me atë që kemi, duke i vlerësuar që edhe qumshti nanës është një gjë shumë e vyer, edhe pas vendësueshme në atë kuptim, edhe pse siç them, Zoti e mbulon një situatë. Edhe që një nanë që të mos e ndihet që duhet të eci vetë në këta, që të shkoj të marrë ndihmë shpejt. Domethënë e ke ditën e parë jetës vetëm ditën e parë. Po pritet deri në ditën e dytë, iku ditën e parë. Prandaj ke ditën e dytë vetëm atë 24 orë, edhe që ajo të shkoj të marrë ndihmë në kohën e dur. Po.
Gjelo, unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ke ndarë në ditën e sotme, ndoshta është një temë që mund ta trajtojmë edhe në ato detajet më të vogla për dhënë më shumë për dëgjuesit tanë. Ne sot kemi marrë gjithë kohën e mundshme të programit për të folur për gjithënien që nga procesi i parë deri në fund, kur ky proces ndërpritet nga nëna dhe për mënyrën se si duhet të veprojmë për të ndjerë mirë bebi, por edhe nëna, shumë e rëndësishme kjo. Në mënyrë që të dy të bashkë veprojnë ashtu siç duhet dhe gjithçka të shkojë më së miri. Unë të falenderoj vërtet shumë, kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë së bashku. Do të ridëgjojmë sërish bashkë, pse jo, për të ndalur edhe tek një tjetër temë shumë e rëndësishme, të cilën unë dua ta trajtoj në puntatat e ardhshme të programit, ndoshta në sezonin e ardhshëm, sikurse është prindërimi pozitiv, një tjetër temë që ti e ke për zemër për ta ndarë me dëgjuesit tan, por sot vërtet ka qenë një kënaqësi dhe të falenderoj vërtet shumë zotit bekoft. Faleminderit për ftesën. Ne miq kështu mbrim në minutat e fundit të programit Muzik Plus për sot. Ka qenë një bisedë e gjatë, por jam e sigurt shumë e domosdoshme dhe besoj që ka qenë mjaft e rëndësishme për secilin prej jush dhe informuese. Bashkë do të ridëgjojmë sërish në puntatën e ardhshme në programin Muzik Plus këtu në valët e Radio Manuel. Mos harroni na ndiqni nga hëna në të premte në orën 11 dhe gjithashtu na ndiqni dhe në orarin e ritransmetimit në orën 16. Ju përshëndes me këngën e fundit për sot, vjen Petrina Kalaveshi me këngën I këndoj dashurisë tënde. Uroj të kaloni një ditë sa më të bukur në vazhdim, bashkë ridëgjohemi në puntatën e ardhshme.